Jemi në vazhdimsinë e temave tona për familje dhe rreth familjes, sepse dëshirojmë ta kemë një shoqëri të shëndosh. Shoqëria e shëndosh realizohet vetëm nëse është një familje e shëndosh. Dëshirojmë ta kemë një shoqëri të sigurt, e nëse nuk e kemi familjen e sigurt, nuk ka mundësi me pas as shoqërinë e sigurt. Kemi nevojë ta kemë një shoqëri produktive, progresive, e dashur, humane, një gjuhë unifikuese. Arrihet vetëm nëse e kemi një familje të edukuar dhe të formuar mirë. Dëshirojmë ta kemë një shoqëri punëtore, të arsimuar, e dashamirëse. Arrihet vetëm nëse e kemi një familje punëtore dhe një familje të arsimuar. Andaj sot kemi arritën te tema familja është streh, jo betej. Familja është një qati që na përbashkon që të gjithëve. Nuk është një betej ku zhvillohen luftra dhe ka ndarësi. Në momentet më të vështira të jetës, duhet të kthehemi tek familja. Për çka? Për t'u qetësu, për t'u motivu, për t'u ngushëllu dhe për t'u përmbushur shpirtërisht. Familja është streha jon nga stuhit e jetës, është burimi i shpresës dhe i forcës për të vazhduar misionin ton përpara. Shtëpia, familja, duhet të jenë vende ku shërohen plagët, jo vende ku përhapen varret. Familje duhet të shërohen plagët. Dhe zatën, ky është synimi dhe qëllimi i familjes. Një ri dhe një re që vendosin për martesë, piknisje të parë duhet ta kenë, ta krijojmë një fole, një familje të qetë, të hareshme, ku prodhohet dhe motivohet dashuria, respekti, mirëkuptimi, falja dhe toleranca. Kur njeriu lodhet nga jeta, e na shpesh lodhemi nga jeta se kjo dynja është e lodhshme, nga sprovat e saj, nga padrejtësitë e saj, ky njeri e ka kthimin ku? Te familja. Kthehet te familja për t'u përmbush. Kthehet te familja për t'u ngushëllu. Kthehet te familja për t'u qetësu. Fatkeqësisht, shumë fatkeqësisht, disa shtëpi janë shndru në fush beteja. Keni vrejt një pjesë thot, mu ka bo shtëpia varr, s'po më shkohet. Mu ka bo shtëpia e ftoft, nuk po kam shpresë me shku. Gjakovar thojnë, mu ka bo iri, nuk po moj do thot me shku në shtëpijën time. Si është e mundur më të bo shtëpia iri? Si është e mundur shtëpia më të bo e ftoht? Në asnjë rrethon nuk guxon besimtari me kriju kësi shtëpi të ftofta. Aty ka. Pse është bë? Sepse aty ka fjalë të rënda, zëra të trishtuar, të lartë, fyrje, mungesë respekti, e gjithë kjo nuk është feja jona. Feja jona është falje, është tolerancë, është mirëkuptim, është bashkëbisedim, është me mirëkuptu njëri tjetrin edhe kur të gabojmë, me i dhonë shpresë dhe motiv, edhe në moment që ka dështu djali apo vajza. Këto janë shtëpit e ngrohta të besimtarit që po dëshirojmë me mbjell. Shembull, profeti Muhammed alayhi salatu wassalam ishte i vetmuar në shpellën Hira, në mëngjesin e hershëm,
i ardh Gjebrail Emini në formën e vetë si e ka kriju Zoti Dhul Gjelal, e shtrëngoj fort profetin Muhammed dhe ja zbriti ajetet e para të Kuranit, lexom sa studia. Profeti Muhammed shumë u frigu dhe me vrap me shpejtësi ka ardhur te shtëpia e tina. Ku e pat kthimin profeti? Te shtëpia, te bashkëshortja, e cila e priti me pritjen më të mirë. Nuk i dol për të merru edhe qatë ka ndodhë, të kom thonë mos shka, së më dëgjëjshe muë, ku nuk kom nga në mu që shka të gjanë, a fjallë të kota. Jo, tha mbula moj Khadijgje, se kam të ftoht, e mbulaj. Kishte stres të madhë, mirë po nuk e stresoj kjo ende, me pytje qka qyse, e la të pushoj. E pasi që pushoj pak, shkoj ullë në dy gjuj të koka e tina, dhe i tha, qka të ka ndodhë Muhammed? Tha, oj bashkëshortja ime dashur, isha në shpellën Hira duke qëndru, ka arë një krijes gjigante, më ka thonë unë jam me lajkja Gjebrail Emini, ambasadorja e shpalljes, ta kam sjell ajetet e Kur'anit, nga ta shetutje ka më të zbrit Kur'ani, dhe je profeti Zotit Gjellëshanuhu. Tha jam frigu shumë jam të friguën. Ja hoqi batanien dhe i tha, ngreto o Muhammed, o Zot sa madhështore. Ngreto o Muhammed, se ty nuk ndodh asgjë e keqe. Arsyeja se ti ki 5 cilësi që nuk i ka kush. Cila është e para? Tha ngreto o Muhammed, se ti i mban lidhjet farefisnore. Ai që i mban lidhjet farefisnore, kur i madhi Allah Gjelle Shanuhu e Gjelle Gjelaluhu nuk e hup. E dyta, ngreto se ti i ndihmon të varfërit. Ngreto se ti e përkrah jetimin. Ngreto se ti e nderon musafirin. Ngreto se ti i del në ndim ati që e ka goditur ndonjë fatkeqësi. Kush i ka këto 5 cilësi, kur Allahu Dhul Gjelal nuk e humb. Thot ngreto. Thot Muhamedi a.s. Pasha madhnin e Zotit, mas Zotit ati qofsh mi fal, ka qenë bashkëshortja ime që ma ka dhënë kurajën më të madhe për jetë. Për këtë arsye dashurit e mi, mas çdo burri të suksesshëm, fshifët një grua e suksesshme. Suksesi nuk është vetëm nga mashkulli, suksesi varet pikrisht nga bashkëshortja. Për këtë arsye, kush ja ka qëllu në martesë, ja ka qëllu në dynja edhe në ahiret. O ju tri, edhe o ju treja, t'jeni shumë të kujdesshëm me kë po lidhni kontratën e martesës, shumë të vëmendshëm, sepse mundoh që ta jep dynjan, po mundoh që ta hup edhe dynjan edhe ahiretin. Këto ishin fjalët që janë ndërtuan forcën, që janë ndërtuan Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam dhe ja mundsun ta ketë një zemër të fortë. Këto janë fjalët që i dha forcë të vazhdueshme për të ecë tutje. Andaj kujtoje se fjala e mirë në shtëpi mund të ndryshoj fatin e një njeriut. Bashkëshorti dhe bashkëshortja duhen të jenë në mbështetës të njëri tjetrit. Allahu Dhul Gjelal thot në Kur'an, wa min ayatihi, prej shenjave të Allahut Gjelle Shanuhu, en khalaqa lakum min anfusikum azwajan, që ka kriju Allahu Dhul Gjelal nga jo bashkëshorte. Për çka i ke kriju i madhe Allah? Li teskunu i lejha, të gjeni qetësit e to, të bananit e to, të merrni motiv nga to, wa ja'ala bainakum mawadda wa rahma, dhe ka bërë që mes juve të ketë dashuri dhe mëshirë.
Të nderuar vëllezër dhe ju motra, qetësia është qëllimi i familjes këtu. Dashuria dhe mëshira janë themelët e saj. Morali i vërtetë i besimtarit nuk matet jashtë shtëpisë. Morali i vërtetë i besimtarit matet mrena shtëpisë. Dikush shumë shitët gentleman jashtë. Kulturumi, edukumi, i qytetrum, i kujdes shumë. Në shpesi e kundërta komplet. Morali kryesor matet në familje, jo do thot jashtë. Prindrit e kanë për detyrë që shtëpit t'i bëjnë të sigurta për fëmijët. Jo do thot të jenë shtëpi të ftohta dhe të frigushme. Shtëpia duhet jetë vend lutje, mirë kuptimi dhe vend dashurie shtëpia duhet të jenë. Jo një vend urrëtie. Zoti Xhaleshanu u Xhelalu na thot në Kur'anin famadh, rune vetën dhe familjen e juaj nga zjarri. Rujtja e familjes nuk është vetëm në ushqim dhe veshmbathje, por rujtja emocionale, rujtja morale dhe rujtja shpirtërore janë nga gjërat kryesore që kërkohen në familje dhe për familje tona. Për këtë Imam Gazali, Allahu e mëshiroft, thot, shtëpia ku mungon mëshira shndrohet në burg, edhe nëse është e mbushur me pasuri. Shtëpia ndërtohet e formohet me durim, rehat, ti dhe me fjalë të mira, dhe ruhet me fjalë të mira dhe lulzon me mëshirë. Për këtë Aliu radiallahu anhu ishte i martuar me Hazreti Fatimën. Ai gjithmonë u ngritke dhe ndihmoi ke bashkëshortën e vet në punët e shtëpisë që i kishin të përbashkëta. Bashkë i kryshin, sa që një ditë ndëgjoj një zë, burri. Tha, mos i fal këto fjalë, se vallahi e kam dëgju babën e qisaj gruas time. Na i thojmë babgjyshit, baballakut tim. E kam dëgju dhe e kam pa duke ndihmu bashkëshortën e vet, duke i qep rrobat e veta dhe të saj, nallat e veta dhe të saj. E si mos one të ndihmoj vajzën e tina. Vajzën e tina, edhe pse bëjshin një jetë ekonomikisht shumë të ullë të cekt, kishin një lumturi të pa përshkrume në familje. Këtu është poenta që po dëshirojmë me i kthy shtëpitë tona në lumturi. Sa të na munguas gjë, dashurit e mi, shiqani veten dhe bënja një test, se cili e keni shtëpinë më të mirë se tjetrën, makinën më të mirë se sa tjetrit, veshmbathjen, ushqimet. Pse nuk jemi të lumtur? Vetë knaqu me atë që ta ka dhënë Zoti. Mos e kshur TikTok-i nuk knaq kë. Pse unë se kam këto gjëra që, po ai ki qëto, elhamdulillah knaqu. Edhe pse nuk i kishin gjendjen ekonomike. Një ditë Hazreti Fatimja shpesh herë i ka kërku, i ka ronë hoj për një portokall. S'ka pas me ja realizu. E no gjithmonë i ka premtu, inshallah punoj, inshallah mundohem me realizu paret për me ble, jo 1 kilogram, një portokall, dashurit e mi. Një ditë i ka bo paret dhe ka ble një portokall. Me gëzimin më të madh të artë e shtëpia, për me gëzu bashkëshortën, për me adhuruan. Në rrugë i del një njeri i thot, o Hazreti Ali, o dhonëri Muhammed Mustafas, vallahi kanë kalu ma shumë se 3 ditë e në gojën time nuk ka hi as gjan nga ushqimi, diqa. Ma ushqeme diqka. Shiqon në i hurme, s'ka. Shtin dorën gjep dhe ja jep portokallin. Hynë në shtëpi, me premtim, ishte 100% se sot ka më të realizu, ka më të asjel portokallin. E hap derën Hazreti Fatimja, s'ka asgjë në dorë. Më konë sotit. Ullet, aj një skaj, kjo një skaj. Këti vjen turp me thonë, sot ta kom realizu, pa ja kom dhonë dikuj tjetër. Me një fjallë kjo më në të me thonë, a mund pas ke ndru për dikan tjetër, në to mendime ka trokit dera. Del Hazreti Aliu dhe njëri me një kese të portokallat në dorë. Urdhna, thot jo s'janë për mua. Thot po filoni
ti ka dërgu ty. Thot, faleminderit, s'jam për mua. Thot, pa je Aliut, po, a je dhënri Muhamedit, po ai ty ti ka dërguën. Thot, vallaj jo. Thot, ham të regon, ani unë pja këthej ati pja qaj. Vesh pse nuk pi merë. Vallaj, thot, nga. Ka premtu Zoti përmes Muhammed Mustafas, që kush jep një diq, kam ja kthy me 10. Thot, unë i numërova, ishin 9 portokalla, nuk ishin 10. Tha o Hazreti Ali, vallaj, ai ti ka dërgu 10, tha po nja e kum nalë për veti. Dashurit e me, kur të dhash për hir të Zotit, krijon edhe lumturi edhe në familje. Pse e përmena këtë shembull? Njerëzit nuk e kanë pas gjendjen ekonomike, por kanë pas lumturinë e madhe. Pse? Kanë pas dhe kanë ndërtu shtëpi të qeta dhe të mira. Dhe krejt në fund, Jusuf el-Kardavi, Allahu e mëshiroft, thot, familja është vend prehje dhe mëshire. Aty njeriu gjen mbështetjen për ta përballuar jetën, nuk hap plag të reja. Kur flet për shtëpinë e qetë dhe të sigurt, ai thot, gruaja e mirë është ajo që kur burri e sheh, qetësohet zemra. Dhe burri i mirë është ai nga i cili gruaja ndjehet e sigurt. Nëse shtëpia nuk është vend ku qetësohen zemrat, atëherë jashtë saj nuk do të gjejmë kur paqe. Nëse nuk e gjejmë dhe nuk krijojmë kushte që në shtëpia tona, zemrat e tona me gjetë qetësi, jashtë kur nuk mujna me gjetë paqe. Për këtë arsye ata që nuk mujnë me gjetë paqe në familje, mundohen paqen me gjetë të droga, të alkoholi, të prostitucioni, të këto gjëra që vetëm i japin zjarmi këtyre gjërave. Allahu na përdor për hajër dhe për të mirë. Walhamdulillahi rabbil alamin.